Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takua ditë më parë në Beograd me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen. Ai ripërsëriti se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është parakusht për fillimin e një normalizimi thelbësor të marrëdhënieve. E në lidhje me këtë temë, me një prononcim për bota sot, ka folur profesori Eshref Miri. Ai thotë se qëllimi i Vučićit është të krijojë një shtet tjetër në Kosovë, si ai Dodikut në Bosnjë-Hercegovinë. Gjithashtu, profesori thekson që duhet të ndalohet dialogu pasi nuk ka lëshime për Serbinë. Presidenti i Serbisë, fashisti Vučić, së bashku me bandat që ka rreth, kanë si objektiv të vetëm minimin e pavarësisë së Republikës së Dardanisë nëpërmjet krijimit të një tjetër shteti në territorin e saj, pikërisht si ai shteti i Dodikut në Bosnjë-Hercegovinë. E kam theksuar edhe disa herë të tjera për dialogun me Serbinë fashiste, duhet të ndërpritet në mënyrë të padiskutueshme, sepse është paradoksale ti bësh lëshime një shteti fashist që pati kryer gjithë ato krimet në Dardani gjatë viteve 90, u shpreh ai. Më tej për përfaqësimin e Sorensenit në dialog shprehet skeptik që mund të ketë sukses, duke marrë parasysh edhe përfaqësimin e Grenell. Ju lutem të mos e ushqeni kurfar shprese se Sorenseni për punën e dialogut, sepse ai do të vazhdojë lojën e Lajçakut, Borelit, Eskobarit dhe Grenellit, që të gjithë mercenarët të Serbisë. Ju e dini shumë mirë që kryetari i forumit për marrëdhënie etnike, analisti politik serb Dušan Janjić, për mediumin malazez Antena M, ka deklaruar: "Ne madje i paguajmë edhe Grenellit $100,000 në muaj, nuk e di pse kur shefi i tij nuk është në pushtet", citohet sipas. Serbia e paguar $100,000 në muaj ishte dërguar në Shëbas për dialogun Kosovë-Serbi. Richard Grenell, faqja e internetit The Struga Post, shpjegon profesori. Në fund, profesori thotë që duhet t'i bëjnë thirrje Kurtit, Osmanit dhe Konjufcës për ta ndërprerë dialogun. Ne duhet t'i bëjmë thirrje treshës udhëheqëse Kurti, Osmani, Konjufca, duhet t'i drejtohej me një thirrje për ndërprerjen e çdo dialogu me Serbinë fashiste, përfundoi profesori Eshref Miri për Bota Sot.